Të nderuar shikues dhe miq të Velio Sport janë përsëri drejt për drejt nga stadiumi Arena e Demave në kryeqytetin e Pragneshën Partizani Vllaznia. Pak më herët isha me Arbri Laçi, një koleg mediatik, tashmë është komentatori i mi i njohur pikërisht Isuf Byrtja, i cili do të transmetoj pas pak minutash, 2-3 minutash drejt për drejt në Radio Tirana ndeshjen Partizani Vllaznia. Emocione, takohen dy skuadra me shumë emër. Sigurisht, emocionet janë për ata që dyjnë fush, por dhe për tifozët, por ndoshta një ditë me shi, pasi thonë që shi bjen vetëm në Shkodër dhe Ndesh, por që ja që bjen shi dhe në Tiranë, dhe shiu e ka ndjekur gjithë paraditën e sot me kryeqytetin, ndoshta do të jetë një ndeshje e cila e thash këtë parantezë në aspektin e mungesës së madhe të tifozërisë, kryesisht të Vllaznisë Shkodrës, e cila tashmë duke qenë krye tabelës klasifikimit kërkon vëmendje shtuar, jo vetëm nga faktori në fush apo kampi drejtues, por edhe nga mbështetja i ka bërë gjithmonë. Pritet një ndeshje emocionuese me ritëm dhe me kërkesë lartë llogarie nga të dyja kampët, edhe pse në kampin shkodran tashmë do të jenë dy drejtuesit teknik, do të janë pezulluar nga disiplina, do të jetë Borshi ai që do të drejtojë, por edhe me në fush me kapitenin Badaj në krye besoj se do të arrijnë të bëjnë diferencën. Ndërkohë që mungon një titullar tjetër me Persh si Gurishta, i cili ka plotësuar numrin e kartonave të verdhë. Shiko, Gaspër Vllaznia për hir të vërtetës është një ndër ekipet e cila ka bërë merkate të jashtëzakonshme. Dhe mungesa të tilla, paçka sigurisht është një lider i vërtet i kësaj Vllaznie, ndoshta mund të mos ndihet. Megjithatë, duke parë situatën në kampin e Kuq, kur mungesat janë shumë thjesht në të dendura, mendoj që kjo nuk do të ndikojë te elementi i Vllaznisë në fushë. Megjithatë, unë jam për Radio Tiranën, do të jem asianë si gjithnjë ne gazetarët kur jemi profesion, jemi sigurisht të kërkesë. Por që të qenet nga zona e Veriut, zemra më rref disi më shumë për Vllaznin. Zona e Veriut thekson në Isuf Byrtja sepse rrënjët i ka nga Laçi, aty ku ka filluar si komentator fillimisht i qytetit të Laçit për skuadrën e zemrës, ka disa vite që është stabilizuar në kryeqytet dhe në Radio Tirana. Thatë më herët bien Shi bie në Tiranë është një këngë që është ka fituar edhe çmim. Kënga ka mbetur në Tiranë, pasi shiu dihet se ku ka origjinë. Megjithatë, kjo ndoshta do të ndikojë edhe te Vllaznia e doja, e cila është mësuar pra duaj në kushte të vështira të tilla, do ditë të përqendrohet më mirë në fushë të japë më mirë sa ai fajt e kualiteteve që sipas meje ka shumë herë më shtuara. Pra, sipas mënyrës shiu që po bie me shumë intensitet, është në favor të Vllaznisë? Sigurisht që po. I gjithë faktori i sotëm flet për Vllaznin. Edhe ajo pikë e cila tashmë e ka spostuar marrë nga Elbasani dje, e ka spostuar në vend të dytë, do ta forcojë disi, do t'i forcojë gjunjët e shkodranëve për të dalë në pikë të plota nga ky takim. Ndërkohë shikoj informacionet ku nga Stoli kanë ardhur Hakaj dhe Pusi tek Vllaznia, të cilët kanë zëvendësuar edhe mungesat e Gaspër, unë kam në aspektin tashmë jo profesionist, por si një njeri që ndjek futbollin, unë kam konsiderat mjaft të madhe për Isin Hakajin si mbrojtës. Kam ndjekur për gjatë gjithë këtyre viteve me komente në fusha, me Teutën, me Partizanin kudo, pavarësisht se ka patur probleme fizike, është një element i cili duhet marrë konsiderat. Po ashtu dhe Pusi nuk është pa gjë, është një djalë i cili sa herë është dhënë mundësia ka treguar që ditë bëj më të mirën. E thash te kontingjenti i Vllaznia sot nuk duhet ankohet, duhet kërkoj atë më të mirën në fushën e dorës. Pa lënë me janë në vlerat e Pusit, Ersin Hakaj është një potencial i Vllaznisë dhe i futbollit shqiptar, ka bërë mirë edhe me Elbasanin, ka bërë mirë edhe me Partizanin, që luan sot kundër një skuadrës e tij dhe sot i ka të gjitha mundësitë ta tregojë veten Hakaj në fushën e lojës që vlen për Vllaznin. Ishim me Isuf Byrtjin, kolegun tim të nderuar të media sportive, komentator i mirë fill i Radio Tiranës, se sot do të transmetoj ato që po na ndjekin në këto momente në ekranin e Velio Sport, mund të hapin Radio Tiranën në valët e Radio Tiranës 99.5 MHz. Për të ndjekur Isuf Byrtjin në transmetimin e drejt për drejt të ndeshjes Partizani Vllaznia që nis pas pak çastes. Kjo është lidhja e dytë përpara ndeshjes Partizani Vllaznia. Do takohemi në pushim të ndeshjes për një tjetër opinion dhe
sigurisht në fund për të dhënë edhe konkluzionin e sfidës Partizani Vllaznia. Nga unë Gasper Marku dhe Isus Myrtaj, faleminderit dhe mirupafshim. Mirupafshim.